Alma Catriasi, Albana Mota, Arian Hassa, Nur Kalemi, Isa Petrita, Enver Saka, Ran Zaini, Fikret Telha, Liri Mërlari, Nota Lisaj, Nota Zyrtari, Gjeret e Vitasi, Urun Muri, Evitaj Kjautari, Sajkona Gropa. Kështarë në stalla të rëzënë të një vjetë shqiptarë, duke ardhë të qytetë, duke ardhë, ka e le gjeni, të nderuar shqiptarë, të nderuar kërkaj bashkisë, Marta Fëndimi nga Sekretari e Këshillit, se prezent të salë janë të shqiptarë në momentin, po presim të kemi të tjeshtë të kohës. Dalë të mbledhje e shkallë dhe klarë të hapur. Kalojmë në pikën e parë, miraklin të rejtë të ditës. Si pas një optimi të bërë, nga 11:25, ju lutem, kalojmë në miratimin e ditës, e klaroni votat lutem, miratimin e ditës.
nga marrë të veta për studim projektiv ndërhyrje për stabilizimin e shqipjes rruga Letek Mapinova. Mirëmëngjes të gjithëve, nderuar zonja kryetare, nderuar anëtarë të Këshillit, ju falenderoj shumë që ju përgjigjet thirrjes tonë për të zhvilluar këtë mbledhje jashtërradhe. Arsyeja pse kemi thirrur këtë mbledhje ka të bëjë me një emergjencë që është krijuar në unazën e qytetit, në rrugën që lidh ish SMT le themi me aksin kryesor të qytetit, ku për shkak të rreshjeve të ëndra të fundjavës së kaluar është krijuar një situatë vërtet emergjente, një rrëshqitje masive, e cila nga vlerësimet që ka bërë grupi i punës së bashkisë, por edhe specialistë që kemi thirrur për këtë qëllim ditën e djeshme, ndonë se shkarja masive ka ndodhur në një gjatësi lineare prej 30-35 metrash. Problemi në atë rrugë është shumë më i rëndë se aq, për shkak se janë mbretur qarje, plasaritje të dukshme, bazamenti i rrugës ka pësuar deformime në një gjatësi pothuajse 150 metër, dhe me keqja është sepse si në krahun e poshtëm që dëmtohen banesat tek ish vida, po edhe në krahun e sipër, betoni që është hedhur atje që ka siguron pjesën e sipërme të rrugës, edhe ai ka pësuar dëmtime për shkak të lagështirës, çka do të thotë që ndodhemi përpara një situate vërtet emergjente. Bashkia, përveç se ka marrë masat e saj që e kemi detyrim ligjor për të njoftuar strukturat përkatëse, siç janë prefektura apo Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, ka hartuar dhe një proces verbal konstatimi që e kemi detyrim ligjor ta mbajmë në të tilla raste, dhe jemi në komunikim pastaj me strukturat qeveritare se si do ta administrojmë këtë situatë. E para gjë që duhet bëjmë është që në mënyrë më urgjente të përgatisim projektin për rehabilitimin e këtij segmenti rrugor. Aty për të vënë ndjeni se bëhet fjalë thjesht për një projekt rehabilitues, e para gjë që duhet është një studim gjeologjik, i cili kërkon saktësi, profesionalizëm në përcaktimin e mënyrës se si do të rikuperohet ajo situata atje, çka do të thotë që do të përdoren sonda, do të kryhet thellë në tokë për të përpara atë që inxhinierët kanë këmbën e rrëshqitjes dhe masat që duhen marrë. Aktualisht ne kemi bllokuar pjesërisht atë segment rrugor, por ajo çka e bën me emergjente situatën është se në gjithë linearitetin e asaj rruge kalon tubacioni ujësjellësit të qytetit, çka nëse do në ndodhte dhe jemi të hapur dhe transparent, rreshje që presin mund të agravojnë më shumë atë situatë, ajo rrugë mund të bëhet përkohësisht e papërdorshme, sepse ka qenë një aks shumë i domosdoshëm për qytetin, kalonin makinat në një tonazh të rëndë dhe lehtësonte, si me thënë, trafiku pra sa kemi në qytet. Të ndodhur në këto kushte, i kërkojmë Këshillit të Bashkisë që të bëjmë një transferim fondit vetëm për hartimin e projektit, për shkak se vlera e realizimit atij projekti është te kapacitetet tona si bashki dhe ne do të kërkojmë ndihmën e qeverisë që xha e kemi filluar që këto 2 ditë, por me fondet që kemi nga ato pjesa që bashkia alokon për emergjenca civile, kërkojmë miratimin tuaj për alokimin e një fondi për hartimin e projektit dhe studimit gjeologjik së bashku në mënyrë që të paraprijë kësaj situate në kohë. E dyta që kërkojmë miratimin tuaj është një fond minimal sa i takon mbikëqyrjes së punimeve që do të fillojnë në rehabilitimin e sipër, e pjesës së sipërme të urës së qendrës së qytetit. Punimet do të fillojnë në fillim të javës që vjen. Është lidhur tashmë kontrata me operatorin fitues. Kështu që kemi detyrimin që të përcaktojmë edhe mbikëqyrjen e punimeve për ato objekte. Këto janë 2 projekt vendime të cilat kërkojmë shqyrtimin nga ana juaj edhe miratimin e fondeve përkatëse në mënyrë që të procedojë sa më shpejt e mundur dhe të paraprijë çdo lloj situate që
mund të ndodhi nga atë segment të rrugë. Ju falenderoj gjithë. Jo të shëtë të në vërtit për të në që do t'i do të siguruar dhe nuk duhet të teme edhe për trafikun edhe për pjesën e Më falë përpara se ta me një fjallë, ka vetëm një problem që sa i takon sigurisë në të, ne si bashkë kishim menduar se kur të fillojnë punimet në rrugë në urën e qendrës së qytetit, për shkak edhe të specifikës të punës që ka aty në urë, sepse nuk do shtrohet as me paka, as me tulla të gasur, por do shtrohet me gur të vegjël 10 cm, dhe ajo kërkon një punë profesionale që kërkon dhe ajo punë e vetë kishim menduar që ta devijonim trafikun atje. Kur të fillojnë punimet në urë, pastaj do të shikojmë bashkë me operatori se si mund ta bëjmë, punojmë në një segment të urës, apo do të japim një vlerësim pastaj kur vjen grupi mi matë inxhinierëve që do bëj atë studimi gjeologjik atje, nëse ne mund të vazhdojmë trafikun në një sens të paktën për të periudhë. Sepse kalimi i makinave atje do të ndodhë akoma më shumë atë këtë isha. Atë do të kontra. Edhe urat e vidat. Edhe ajo është për makinat e vogla. Është për makinat e vogla. Jo të zati transferin fondës çfarë keni që ne çfarë kemi parashikuar dhe kemi transferuar? Jo, bashkia planifikon 2% të buxhetit, fonde për emergjenca civile, nga fondet e Jo, nuk i keni harxuar ose nuk i keni... Jo, i kemi në plan buxheti. Janë, ne çfarë bëm, paksuam 604 dhe shtuam 230 ishin bërë atë njëjti program tek emergjenca civile. Faktul unë janë vitur dhe tri problema të me asaj. Aty duhet një investim, jo investim shumë i madh që të mbahet. Sa e tërkohën, gjallë ka vajtë edhe poshtë në vajtë. Mos bëhet investimin që mbas 3 viteve ne përsëritëm bidin e këtu që se jemi neve, e të kemi lekë të tjera. Alë gjë diskutim shumë jo. Se ndrysha e nuk marrë në rrugë, se e këta shumë shqit poshtë aty, deri poshtë Kaloqit, ajo është më qalë. Edhe tërkohën aty ka ujë. Në një të them një shka unë juve, po kjo nuk më takon po, se si jam as inxhinier, edhe ajo rrugë, por një gjëja o them me siguri, edhe them publikisht, edhe në mes qytetit, punimet që janë bërë në atë rrugë janë skandaloze. Ta marrin vesh gjithë. Atje s'kishte një shufër hekur është do të mur betoni 3 metri lartë dhe ishte shtuf. Shkoni shikojni si ka rënë aty. Një shufër hekur dhe një gotë, ose në ato vrimat që bëhet në çdo mur për qarkulluar ujë se ka atje. Sa ashtu e kanë bërë ata që e kanë bërë, por turpta kenë ata që e kanë bërë, ata që e kanë supervizuar, edhe ajo bashki që ka qenë atë kohë që e ka lejuar bëj punë atje. Pavarësisht prezencës së ujit që ka, se problemi më i madh atje është nga lart, nuk është nga poshtë. Ajo rrëshqitja ka ndodhur për shkak se nuk është punuar mirë në pjesën e sipërve ku është uji. Atje s'ka ku kaloj uji, pavarësisht prezencës, atje s'kishte një tub, atje s'kishte një shufër hekur. Edhe betoni që është përdorur atje është marka 100-150. Aq kanë kursyer shtetin ata që kanë bërë. Zoti kryetar unë te dinja, po thash ky plan që të bëhet tani që mos vjen pas 3 vjetëve neve tani. Unë aty kaloj nga ndjesë të drejtë. Tani jam duke ju thënë që projekti do të bëhet nga një studio serioze. Përpara se të fillojë projektuesi do bëhet studimi gjeologjik me sond sa metër do shkojë për të caktuar çfarë mënyre do të jetë me beton, do të jetë me mur mbajtës, do të jetë me pilota, do të jetë nuk e di. E din ata. Ata do kenë përgjegjësinë se çfarë zgjidhje do t'i japin. Por atje situata është e jashtëzakonshme. Ajo rrugë o bëhet ose nuk do hyhet fare sepse s'ja vlen. Mjafton të siguroj tubacion e ujësirësit dhe jam i larë në atë punë. Sepse atje po nuk bërë ndërhyrje të thelluar, është e kotë që të fushë duart atje.
Se po ta shikoni, është që nga shtëpia e tij doktor Esati Dramet Pastre deri tek fusha e sportit. Çdo dhënie deformimi i trotuarit ka qenë pasojë asaj që ka ndodhur poshtë. Po të shikoni betonet që kanë rënë, është e turpshme se si kanë punuar. Ndoshta edhe kriminale, jo vetëm e turpshme. Pavarësisht kësaj çdo njeriu, edhe unë nuk jam ekspert ashtu si sot i mund të përdorëm të bërë punime jo cilësore, ashtu siç mund të jenë punime skandaloze, edhe mirëmbajtja nga ana e bashkisë tuaj ka qenë skandaloze. Çfarë ti mirëmbajtje? Që kur është marrë bashkia nga ju, atje nuk është vënë dorë në asnjë gjë. Po çfarë? Asnjë ka pak pusete që ta di. Kush? Asnjë ka pak pusete nuk e ke. Si ka ti? Nga drum. Shko shikoj. Shikoj. Çfarë ka pak? Çfarë mirëmbajtje ti bën? Ne kemi ngritur në zhvendë, asnjë ka pak pusete. Asnjë hekur i vendosur. Trotuari ka qenë cop tërkohë. Po trotuari është dhëmër, zoti, nga kjo është trotuari. Edhe policia. Trotuari nga kjo është dhëmër. Nga veprimtaria kriminale që është bërë atje. Përse nuk e rregulloi trotuarin? Çfarë deri më trotuari? Siç rregullon të qytetin rregulloi edhe. Po nuk është ka mundur të rregullosh atë trotuar, mos e mos ka lënë këtu tani. Mos rregulloj. Sepse do jepet prapë për ti. Po le të jepësh, Si ti jepet? Si ta bëj? Po ka pak të busetave. Aty ke ka pak të busetave ja ti fikret. Ka do të më mbrosh mua atje ata që kanë bërë. Po se di qyteti kush e ka bërë atë rrugë. Nuk e mirëmbajtë. Jo, po si era, shkoj punime që janë bërë qytet kohën time pastaj. Edhe fol me mua. O ti pa ti e fali, duhet pastruar edhe kanalin sipër. Kanali pastruar kanali. Jo, mbi të lart. Jo, hajde konsulto me inxhinier që ka. Konsulto me inxhinier që ka. Inxhinier është ai që ka për studimin, inxhinier është ai që ka dhënë supervizorin. Edhe, hajde shikoj dokumentet. Inxhinier ka parashikuar atë për manda apo jo. Me hedhur çiment me luk kafeje. Po inxhinier ka qenë. Inxhinier, hajde shikoj pra. Hajde pra të shkoj. Po ti do të prishë ata ditës punin e shkove në. Ku po prishë ditës? Ato që jeni ngritur. Gjimnazi pa u bërë këtu pikonde. Kush? Ju do të thonë pikon sa të gjë. Keni njëra pa u bërë u prishë ata bërë fatin të rëndësishëm që ju nga ju përgjithësi. Hajde me çikosikë. Hajde shkoj të gjimnazi. Hajde të pallati tjetër. Shkoj të gjimnazi. Hajde të pallati i prishur ai që vashu. Kush? Si e ke atë kandidatë orave atje? Çfarë ti bëj këtë dorë? Çfarë ti bësh? Ata bërë punime më cilësore që mund të bëjmë. Hajde shkoj ta çfarë si ka pjesë. Si ka? Çfarë për një vatër nga shkotartane ti mund të thoj më. Po pjesë mos dini mua ndoj këto gjëra. Aty është jeta e qytetarëve për sa për ditë. Një shkotar. Atje tjetër për diskutuar se jemi në marrëdhënie punën. Atëherë kalojmë në votimin, lutem. Kalojmë vitën 3 fillimisht. Sa më shpejt është. Kalojmë në votimin. Jo s'po gjej më për gjë. Është ajo që është. Atje tjetër për diskutuar. Po se vjen ai puseta. Keni gabim. Rehabilitojmë ura që ka në kanalet sipër. Lutem, kalojmë në vitën 4 në votim se i relatoj të dyja njëherë shkretare. E qarë një votën. Ju vëzit vota pro. Faleminderit. Bere me të Kurse diti pikret kush e ka bërë rrugën. Po e di unë si do vazhdoj edhe ti për të temë. Jo, tani po jo. Jo, vetëm tek këtu mos hapi, se ti e di shumë mirë. Është cilën manda ti nuk ka bërë dia të